Përshëndetje të gjithëve, At The Movies nis tani në Top Albania Radio në këtë të premte, datë 5 shkurt 2021. Jeni së bashku me Artën, kolegen time, dhe me mua Edin sot për të folur për një serial të jashtëzakonshëm, për dy filma shumë të bukur që Cineplex i sjell për ne këtë fundjavë dhe gjatë javës në vijim, dhe për shumë gjëra të tjera interesante. Arta, kolege, si të kam? Përshëndetje koleg, mirë. Kohë e bukur edhe ne mirë, jemi me humorin. Në fakt koha me të vërtetë është shumë e bukur, kështu që dua të përfitoj nga rasti të ftoj për një kafe pas programit. Okej, thashë se do më ftoje për ndonjë film si gjithmonë, po mirë. Po ta ndryshojmë. Mirë, okej. Edi sot duket shumë i entuziazmuar në fakt sepse seriali kult që ne kemi zgjedhur të flasim sot është dhe i preferuar i tij, dhe siç e shikoni ose më saktë siç do ta shikoni kur video do dalë në YouTube, ai ka marrë edhe imazhin ose le të themi ka marrë një kapele të ngjashme me. Mos ta egzagjero. Mos e zbulojmë, okej, nuk po e zbulojmë më tepër. Ta zbulojmë, jemi munduar të përshtatemi pak modës angleze të viteve 1800. Lëre këtu. Po e lëm deri këtu. Edi është shumë e pasionuar pas këtij seriali, kështu që do ketë shumë gjëra për të na thënë, ndërkohë edhe dy filmat më të rinj të sapo mbritur në Cineplex ju sjellim sot nëpërmjet At The Movies, dhe ju ndërkohë të bëheni gati për t'i parë. Kështu që shpresojmë që e premtja le të themi le të jetë një fillim fundjavë e këndshme për ju, dhe ku ka më bukur se sa edhe me sugjerimet që ne ju japim për filma, por gjithashtu ju bëjmë edhe fitues të dy biletave për në Cineplex nëpërmjet quizit ton. Flasim kështu për filmat e rinj që kanë filluar të shfaqen që nga dita e djeshme në Cineplex. I pari që ne ju sugjerojmë është After We Collided, një film i zhanrit dram romance, madje Edi thotë është edhe plus 18. Këtë e kam shtuar unë. Nuk është një film erotik, dua të them, por që ka disa skena të nxehta që japin bukuri filmit patjetër. Vjen e bazuar tek novela me të njëjtin titull, në regjinë e Roger Campbell, ndërsa përmban aktorët Josephine Langford, Hero Finn, Stephen, Shane Paul, Dylan Sprouse e të tjerë. Është një film romance mes një çifti të ri që pëson një thyerje se After We Collided, pak a shumë do thot pasi u ndam ose pasi pësuam një thyerje. Domethënë kjo është mbase fjala më e përshtatshme në. Aman, se jemi në muaj shkurt, bashkohen ta në fund, të festojnë 14 shkurtin. Po ta themi ç'kuptim ka që njerëzit të shkojnë në Cineplex. Nuk do ta themi si përfundon, por ndajnë për një moment dhe kalojnë shumë sfida derisa në fund se çfarë ndodh duhet ta zbuloni vetë, ndërkohë ne ndjekim pak sekonda nga traileri i filmit. Tessa dhe Hardy janë dy protagonistët kryesorë. Tessa e gjen veten duke luftuar për marrëdhënien e saj të komplikuar me Hardyn, ndërsa ajo përballet me një dilemë që mund të ndryshojë jetën e tyre përgjithmonë. Kaq nuk e zbuloj më tepër. Ndërsa për sa i takon vlerësimeve apo kritikës që janë dhënë, IMDb e ka vlerësuar me 5.3 nga 10, që është maksimumi i vlerësimit. Unë pash edhe disa nga kritikat që i kanë dhënë gazetarët e revistave të njohura. Dhe në fakt, edhe pse ka një vlerësim 5.3, le të themi që kritika ishte përgjithsisht pozitive me After We Collided. Për adoleshentën base, për të rinjt, është një film shumë interesant për të kuptuar edhe më tepër mbi marrëdhënien në midis dy personave, mbi dashurinë, kjo pyetja $1 milion, çfarë është dashuria e tjerë. A po është dashuria të shkuara? Shkoni në Cineplex për ta parë. A triumfon dashuria mbi të gjitha e tjerë, mund ta zbuloni pikërisht në Cineplex. Për të ndryshuar komplet temë tani dhe për të kaluar te një film horror. Unë i kam shumë qejf, edhe pse dua ta pranoj publikisht që e kam shumë të vështirë t'i shikoj vetëm. I kem bashk. Po vetrimen unë tani. Sa mirë, sepse më duket se edhe ti ke frikë t'i shikosh vetëm, edhe janë shumë të frikshëm. Disa prej tyre, The Conjuring për shembull më kujtohet kur e kam parë para disa kohësh, me një shpirt që flinte në një oborr, zgjohej, futej në shtëpi e tjerë, ishte tmerrshëm fare. Mos shiko më. Që nga ajo ditë nuk shikoj më filma horror vetëm. Gjithsesi, ky i sotmi titullohet Complay, që vjen në Cineplex, është i vitit 2020 me regji të Jacob Case, me aktorë si Gillian Jacobs, Ashley Robertson, John Gallagher, Winslow Fegley e të tjerë. Është një film shumë interesant që sinopsin ose subjektin e filmit do ta zbulojmë pasi të ndjekim trailerin tani.
I just want to be your friend. Një përbindësh me emrin Leri shfaqet përmes pajisjeve telefonike dhe teknologjike, duket që e vetmja gjë që ai kërkon është një mik i vërtet. E me sa duket preja e radhës së tij është një djalë autik i cili gjithashtu është në kërkim të një miku të vërtet. Imagjino pak sa fantastike apo sa argëtuese i duket një fëmijë, diçka e tillë. Po, dhe në vetvete është një film horror, por historia duket shumë e dashur, ëh, domethënë dy krijesa të ndryshme, po e quajmë edhe një krijesë edhe përbindshi një krijesë tjetër që duan të kenë një lidhje bashkë, jo një lidhje dashurore, por një lidhje miqësie mes tyre. Se çfarë do të shndërrohet kjo miqësi, si do të përfundojë etj. E zbuloni në Cineplex me Come Play. Është një film vërtet shumë i bukur në fakt, që edhe IMDb e ka vlerësuar me 5.7, që është një vlerësim relativisht i mirë, dhe për të gjithë ju që i keni qejf filmat horror. Më kujton pak serialin Stranger Things, që Arta më duket se nuk e ka parë. Jo, nuk e kam parë, por ndërkohë mua më kujtoi filmin Annabelle. Por ose Annabelle, domethënë ka mix nga të dyja dhe duket se historia është mjaft interesante. 96 minuta, le të themi me suspense dhe horror, por edhe argëtim në fund të fundit, sepse patjetër që e dim që është thjesht një realizim, një film. Absolutisht, në fund duhet të qetësoheni se kjo gjë nuk do t'ju ndodh me të vërtet. Ne në fakt morëm shkas për të folur sepse po përgatitet sezoni 6, kanë filluar xhirimet, ndërkohë që regjizori Steven Knight ka paralajmëruar se do të jetë edhe një film pas përfundimit të sezonit të 6, film me metrazh të gjatë. Këto janë dy të rejat që vinë nga Peaky Blinders, sepse do ta zbulojmë hap pas hapi për çfarë. Ti ke përfunduar të gjitha apo jo? Po, unë po pres 6-ën. Po pres sezonin e 6. Edhe kurioze edhe për filmin pastaj. Absolutisht, po në fakt sezoni 6 ishte planifikuar të fillonte më herët xhirimet, por për shkak të pandemisë, na është bërë refren kjo për shkak të pandemisë, xhirimet janë shtyrë dhe vetëm para pak ditësh producentët njoftuan se ka nisur xhirimi i sezonit të 6. Ndërkohë seriali i dytë më i ndjekur në Netflix ka shkaktuar një bum shikueshmërie në mbar botën, por është transmetuar gjithashtu edhe në kanalin Top Channel. Që pati një shikueshmëri mjaft të lartë edhe në Top Channel, duhet thonë, edhe na bëri që ne shqiptarët ta njihnim akoma më mirë këtë serial. Ti kapelen sot e ke si Tommy Shelby apo jo? Si Tommy Shelby. Yeah. Aktori Cillian Murphy apo Tommy Shelby është shpallur si karakteri më i mirë kinematografik i vitit 2020, kjo sipas një sondazhi të Led Bible. Me pyetjen se cili është karakteri më i mirë i të gjitha kohërave, Thomas Shelby zuri vendin e parë me plot 400.000 votues. Pra, pa diskutim kanë poshtur edhe shumë aktorë të tjerë, qoftë edhe aktoren e serialit Game of Thrones Daenerys Targaryen në bazë të këtij sondazhi. Personazhi i Game of Thrones që është Daenerys Targaryen, pjesë e familjes Targaryen. Por ndërkohë Tommy Shelby në fakt është një edhe ndër personazhet më të shpërndara në rrjetet sociale, Arta, sepse ta themi publikisht, Artën e kam vënë unë që ta shohij këtë serial, e ka nisur, por duke qenë se është një serial me 5 seri, edhe është pak me 5 seri, me 5 sezone, dhe është pak i gjatë, kërkon pak impenjim. Por që unë nuk do ta lërë Artën derisa ta shikoj. Edhe po të thoja që Tommy Shelby, pra Cillian Murphy, është një ndër personazhet më të shpërndarë në rrjetet sociale bashkë me shprehje nga Peaky Blinders. Ka shprehje shumë të bukura ose quotes, siç njihen ndryshe, që janë të shpërndara pafund në rrjetet sociale dhe kjo e ka bërë akoma më të popularizuar këtë. Do na improvizosh në një shprehje të ti? Është një shprehje e të gjithëve në fakt, që do ta ndjekim pasi ta thot edhe Arthur Shelby, por para se ta ndjekim Wizi, ta them vetë, ata janë një familje gangsterësh, edhe pasi bëjnë një biznes, pasi edhe vrasin dikë, se aty ka shumë vrasje. Në fund ka një shprehje që thon by the order of the Peaky Blinders, kështu që ta ndjekim tek efekti i Peaky Blinders tani. Fikse bëre. By order of the Peaky Blinders. Ky është Arthur Shelby, është vëllai i Tommy Shelby. Tani me pak fjalë për ta shpjeguar, është një dramë kriminale që tregon historinë e një familjeje mafioze në Birmingham të Anglisë. Bëhet fjalë për familjen Shelby përgjatë luftave botërore. Duhet thënë që është një film me gangster, është një familje gangsterësh që kanë një ndikim në pothuajse të gjitha Anglinë. Në film përfshihen edhe shumë politikanë të njohur, Winston Churchill, që ishte ende një politikan i thjesht, një zyrtar akoma nuk ishte bërë një personazh aq i rëndësishëm në të gjithë botën, dhe Tommy Shelby kishte kontakte me të. Le të themi që familja Shelby bënte biznese, bënte tregti armësh, filluan të bënin edhe tregti droge pastaj, tregti kokaine.
kishin kundërshtarët e tyre, domethënë bëhet një mix mes dashurisë, pra romancës, luftës, aksionit. Ka edhe mister, është shumë interesant. Çfarë ka pëlqyer më shumë? Për çfarë të pëlqen më shumë Peaky Blinders? Po, sa më pëlqeu kjo pyetje. Pyetje e bukur. Unë dua të jemi ftuar për këtë serial, jo të shpjegoj. Dola unë dera ndej. E para më pëlqen shumë kostumografia. Është kostumografia e Peaky Blinders ka ndikuar edhe në botën e fashion, ata rikthyen. Se që nuk ta jep përshtypjen që bëhet fjalë për kaq shumë krime dhe për kaq shumë. Po, u rikthye moda e viteve 1800. Ata visheshin bukur, nuk ka rëndësi nëse shkonin për të vrarë dikë, për të grabitur, ata ishin gjithmonë të veshur deri në detaje jashtëzakonisht bukur. Më pëlqen shumë pastaj aktori Cillian Murphy që është kryesori, edhe që ka një performancë të jashtëzakonshme, një njeri që nuk i del situata pothuajse asnjëherë jashtë kontrollit. Është edhe një njeri i butë, por edhe i egër në të njëjtën kohë. Pastaj është edhe Tom Hardy që luan aty, dhe Adrian Brody ka një cast aktorësh të jashtëzakonshëm. Jemi në At the Movies duke folur për Peaky Blinders. Ju përshëndesim të gjithë dhe ju që jeni duke udhëtuar tani me Top Albania Radion, që po na dëgjoni nëpërmjet makinave, në shtëpi, ju që e keni hapur nga smartphone, nga kompjuteri juaj. Ndërkohë do të dalemi sërish tek historia e Peaky Blinders. Duhet themi që kjo është një histori e vërtetë, Arta, që edhe ti ta kuptosh më mirë bashkë me dëgjuesit. Pra, Peaky Blinders ka ekzistuar me të vërtetë si një band, si gang, le të themi kështu, edhe si një familje padyshim. Kanë ekzistuar në Birminghamin e viteve 1800. Ata nuk kanë qenë kaq të veshur, bukur, ndoshta edhe kaq të bukur si personazhe, por që sigurisht Steven Knight i ka sjellë ndryshe. Dhe Peaky Blinders, tham që ka një kuptim ky titull apo jo. Sepse ata në këto beretat si kjo e imja, që mund ta shikoni kur video të dalin në YouTube, te kjo pjesa këtu, pra tek pjesa e ndarjes përpara kapeles, fshihnin disa brisqe. Po brisqe, dhe kur luftonin me të tjerët, hiqnin kapelen dhe i prisnin me brisqe. E frikshme. Shumë e frikshme. Edhe e bukur në tim. Ti ke ndonjë gjë aty, të tri larg, mirë? I kam lënë brisqe të shtëpi. I ke lënë brisqet, okay. I sigurt. Pa briskë. Po çe do atëherë te kapele? Nuk më duhet. E kam thënë që ky djalë është shumë paqësor. Lore çtot që zihet të gjithë. Vetëm luku është kështu, vetëm luku është kështu. Dhe pra kjo kapelat e errta për ta përkthyer në shqip, dhe pikërisht fshinin këtë detajin e vogël që i ndihmonte shumë edhe në luftimet trup më trup që kishin ndonjëherë. Në fakt titujt e filmave apo të serialeve janë ato që tërheqin shumë edhe të gjithë jemi shumë kurioz për të mësuar më tepër dhe kjo është shumë interesante. Në fakt është një gjetje. E ndërkohë për të folur pastaj për vlerësimet që Peaky Blinders ka marrë deri më tani, ka marrë 4 çmime si British Academy Television Craft Award, Best Director Fiction, Best Photography and Lighting, Best Drama Series dhe Most Popular Drama, si dhe ka fituar edhe një çmim BAFTA për serialin më të mirë. Kështu që mjaft çmime dhe vlerësime. Për kthyer pak çmimet britanike, pra për serialin më të mirë, për fotografinë më të mirë, për serialin më të popularizuar, janë domethënë çmime jashtëzakonisht që ja kanë arritur vlerën Peaky Blinders. Ndërkohë, ka edhe shumë romans tek Peaky Blinders. Është dashuria e Tommy Shelby dhe Grace, e cila po e bëjmë një spoil që ajo vritet në fakt, por që deri përpara se të ndodhte kjo gjë, ishte dashuria më e madhe që Tommy Shelby kishte përjetuar në jetë. Ka edhe një dialog, Arta, që të ftoj ta ndjekësh tani bashkë me dëgjuesit, kur është një moment mes tyre që është edhe një ndër videot më të shpërndara në rrjetet sociale. Tommy Shelby kërkoi që ti këndonte një këngë Grace, edhe sepse ajo kishte një zë shumë të bukur, edhe ajo i tha ndonjë këngë të lumtur apo të trishtuar. Dhe Tommy Shelby u përgjigj, dua një këngë të trisht, pra sad. Dhe ajo i tha që okay, po të paralajmëroj se do ta thyej zemrën. Dhe ky që i thyer tashmë. Jo, është e thyer tashmë. Okej, ndërkohë për sa i takon impaktit që ka pasur përveç se tham ka ndikuar shumë në gjithë stilin e të veshurit, gjithashtu duket që mjaft çifte të reja janë frymzuar edhe për të quajtur fëmijët e tyre sipas emrave të aktorëve apo të personazheve të Peaky Blinders. Arthur dhe Ada, Oliver,
dhe Olivia, James dhe Grace apo edhe Tommy kanë qenë ndër emrat që janë vendosur fëmijëve në shtete të ndryshme për hir të personazheve të Peaky Blinders, por nuk mjafton me kaq, duket që hapësira e cila është frytzuar si sheshgjerimi për realizimin e serialit Peaky Blinders është kthyer edhe në një qendër vaksinimi për koronavirusin. Përdorimi i muzeut Black Country Living, një vend i hapur për të kryer vaksinimin, është thënë se e ka ndryshuar lojën për komunitetin. Kështu pra duket që ka shërbyer, por shërben le të themi tani shëgjërimi edhe për vaksinimin e komunitetit. Kundër COVID-19, në fakt është bërë edhe një festival Peaky Blinders në Birmingham, që pas shfaqjes së serialit është bërë edhe një lojë. Janë bërë shumë gjëra, frymzuar veshje pastaj të shumta nga Peaky Blinders. Kështu që le të themi që populariteti i këtij seriali është vërtet shumë i madh. Kështu që ju mund ta keni si opsion për ta ndjekur, ju siguroj që nuk do të zhgënjeheni. Sa seri ka çdo sezon? Diku tek 8 seri në mos gaboj. Sa minuta ka çdo seri? Një seri mund të ketë 40 deri në 50 minuta. Okej. 8 deri në 10 seri pra ka një sezon, kështu që le të themi deri tani janë diku tek rreth 50 seri. Zakonisht vetëm seritë e para janë pak jo të mërzitshme, po duhet sa të futesh në temë dhe sa të njohësh personazhet, pastaj të fillon të tërheq. Nuk është ky rasti i Peaky Blinders, sepse vërtet ta them seriozisht që do tërheq që në serinë e parë, kështu që mos e lini pa parë. Do ta dëgjoj këshillën. Them që këtu ta mbyllim për Peaky Blinders. E di që ti ke shumë akoma për të folur për Peaky Blinders, e di se për zemrën e ke. Shpresoj që të keni kuptuar paksa nga ky serial edhe pastaj sapo ta shikoni, jam i sigurt që do bini në dashuri me të. Do të kthehemi sërish pas pak. Duket tashmë që janë shpallur nominimet dhe ka pasur edhe parashikime se kush duhet apo kush do ta fitojë. Sa i përket nominimeve, të ndalemi shkurt tek filmat kryesor. Për filmat më të mirë janë rankuar, po themi, ose nominuar më së shumti filmi Mank, që ka marrë 6 nominime. Është një film autobiografik që flet për skenaristin Herman Mankiewicz, i cili ka shkruar një film shumë të famshëm si Citizen Kane, si dhe The Trial of the Chicago 7, që ka marrë 5 nominime. Këto janë për filmat. Sa u përket serive televizive, është The Crown me 6 nominime, për cilin kemi folur në The Movies, dhe komedia Schitt's Creek me 5 nominime. Le të themi që këto janë 4 produksionet kryesore që presin edhe të marrin çmime. Të shohim pak se çfarë parashikimesh janë bërë ndërkohë në industrinë e filmit. Best Motion Picture Drama duket që i janë dhënë votat, do ta fitojë dhe duhet ta fitojë të dyja njësoj për Nomadland. Po, është një film me aktoren Frances McDormand, nuk e di nëse e ke parë 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Se kam parë dhe më ka pëlqyer shumë. Okej, flet për një grua e cila lë shtëpinë e saj dhe niset për një udhëtim në Amerikën Perëndimore. Është shumë i bukur dhe shpresoj që ta fitojë Nomadland. Sa i përket Best Actress in a Motion Picture Drama, pra aktoria më e mirë në një film dram, duhet ta fitoj dhe do ta fitoj sipas parashikimeve Viola Davis tek Ma Rainey's Black Bottom, që është gjithashtu një aktore shumë e njohur, në fakt, që ka luajtur edhe në disa prodhime botërore kinematografike. Best Actor in a Motion Picture Drama duhet dhe do ta fitoj Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom. Chadwick Boseman, i cili fatkeqësisht ndroi jetë vitin e kaluar për shkak të kancerit në zonën e trash, sigurisht performanca e tij që na bëri të gjithë ta duam, le të themi kështu, ishte pikërisht tek Black Panther, tek Pantera e Zez. Ajo ishte një ndër performancat më të famshme, megjithëse ka luajtur edhe disa filma të tjerë shumë të bukur. Kalojmë tani tek Best Motion Picture Musical or Comedy, pra filmi më i mirë muzikal ose komedi që pritet t'i shkojë The Prom, një filmi që duket se flet për mbrëmjen e maturës. Ndërkohë, Best Actress in a Motion Picture Musical or Comedy duhet ta fitojë Maria Bakalova, ndërkohë që do ta fitojë është dhënë për Anya Taylor-Joy në rolin në filmin Emma.
Dhe për t'i përmbledhur seri televizive, si drama më e mirë serial pritet ta fitoj The Crown, pra që kemi thënë flet për mbretëreshën Elizabeth edhe për të gjithë familjen mbretërore në Angli. Sa i përket serisë musical ose komedi, duhet ta fitoj Schitt's Creek, që e tham që në fillim, si dhe Best Limited Series, pra seri televizive të limituar. Queen's Gambit, patjetër, nuk ka dyshim, duhet edhe do ta fitoj kështu të paktën një parashikimet. Edhe për Queen's Gambit kemi folur në mos gaboj përpara 2 javësh këtu me Landi Paskun, shahistin, që tham shumë gjëra më tepër. Shumë në listë edhe Emily in Paris, mjaft interesante, do ishim të flisnim ndonjë puntate edhe për Emily in Paris, një serial mjaft i këndshëm, edhe që ka fituar zemrat e të gjithë mezi po presim seritë e radhës. E ke parë? Nuk e kam parë, por pse jo të flasim që edhe unë të kuptoj diçka më tepër në puntatat e ardhshme. Kështu që le të presim tani për fituesit e Golden Globes më 28 shkurt pas, le të themi 24 ditësh, 25. I bërë llogaritë. Për quizin e radhës kemi zgjedhur një aktore, por kemi vendosur që të shkojmë pas në kohë dhe kemi sjell një foto kur ajo ka qenë e vogël, e publikojmë edhe pas pak në Instagram, kështu që mund të fundoni në llogarinë e Top Albania Radio në Instagram për të identifikuar aktoren dhe për të komentuar për të bërë fituesi 2 biletave në Cineplex.